Mirë se erdhët në Përballje Podcast. Unë jam Muhamet Hajrullova. Po vazhdojmë me intervistën e dytë apo me podcast të dytë të asaj që kemi nisë seria e Përballje Podcast para fushatës zgjedhore që do të vazhdoj me kandidatët për kryetarët komunave, me kryetarët aktual të cilët janë në garë ku do të flasim për projektet, zhvillimet, pengesat, të gjitha ato që kanë ndodhur gjatë periudhave të ndryshme, po gjithashtu do të flasim edhe për ato se çka janë sfidat që na presin në të ardhmen gjatë 4 viteve të ardhshme. Sot kemi kryetarin e komunës së Prishtinës, zoti Përparim Rama, me cilën do të flasim për 4 vjeçarin e shkuar, për problemet, zhvillimet që kanë ndodhur gjatë këtij afati, por edhe pse zoti Rama po synon edhe një mandat të dytë. Zoti kryetar, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Mirë që po takojmë sërish, e di që na kemi bisedu bashkaresht atëherë kur ju ishit për herë parë në garë, por i kthehemi tash po bisedojmë 4 vjet pas. Hajde ta nisim prej kësaj në këtë Përballje Podcast, prej e di intervistën që na kemi pas në atë kohë, 4 vjet pas, qysh po doket Prishtina edhe zoti Rama në krye të këtij mandati? Faleminderit shumë, është kënaqësi me bashkëbisedu prapë, me diskutu për çështjet të cilat i kam për zemër, për Prishtinën faktikisht. Prishtina para 4 vitesh e dini edhe vetë ka qenë në probleme të shumta, sfida të shumta, të cilat kanë qenë dimensione të ndryshme. Po nëse mundem ashtu me ndërlidh problemin kyç, problemi më i madh ka qenë që Prishtina ose Prishtinalit e patën humb besimin. Atëherë nuk kam pas besim që Prishtina mundet me u bë më mirë. Pra, diçka monumentale, madhore që ka ndodhur prej atëherë deri sot është që Prishtina sot e Prishtinalit sot besojnë në të ardhmen e kryeqytetit. Ne për 4 vite kemi bërë një numër të madh të projekteve, pra kemi vizionin e din, vizioni i cili edhe si rezultat kemi bërë një numër të madh të projekteve, shumë prej tyre kemi filluar, kemi përfunduar, shumë prej tyre janë në vazhdimsi e sipër, po ashtu edhe tjera të cilat janë të kryme si projekte që presin tash me fillu në 4 vjeçarin e ardhshëm të cilin ne kemi tash përpara. Pra Prishtina prej një vendi të pashpresë është transformuar në një vend me një energji super pozitive, me rini që janë kreativ, që flasin gjuhë të ndryshme, që një qytet që mikprit të gjithë turistët nga vendet ndryshme të botës, falë edhe organizimeve të ndryshme të shumta që ka qit Prishtinën në një platformë, në një nivel tjetër të një qendre të artit e kulturës, të teknologjisë, të sportit, tash edhe me lojrat mediterane. Pra kemi elemente të ndryshme që na bëjnë shumë optimist për të ardhmen e kryeqytetit. Kryetar Rama, absolutisht për shkak që podcast po diskutojmë pak ma po bëjmë bashkëbisedim, jo intervistë klasike, që do të kemi mundësi, thash në fillim, intervista klasike gjatë fushatës të cilat janë të natyrave më të thella do ndodhen. Kjo fazë është e diskutimeve pak më generale, ku është situata, cilat janë planet, planifikimet, idetë. E përmendu me nisëm me ato që thash 4 vjet më herët, në fund të mandatit, po t'ishe i sinqert si politikan, cili e sheh rezultatin tonë që e ndan me publikun 4 vjet pas? Po mendojnë cilat janë të arritura tona deri tash, apo? Cilat ju i vlerësoni që janë ato? Po, patjetër, po unë i përmenda qysh në fillim, domethënë që prej një qyteti që pat humb të gjitha shpresa se do të bëhet më mirë, te një qytet që sot ka vizion, ka qasje të drejt për drejt të ardhmes, pra dihet ka po shkon, sepse kemi vendosur ato pikat kyçe për zhvillimin e kryeqytetit. Në aspektin e infrastrukturës, tash e dim për shembull që kryeqytetit i duhet unaza e kryeqytetit, projekt të cilin ne kemi përfunduar qysh para 3 vitesh. Mirë po është i bllokuar prej nivelit qendror, dim 206 milion, të cilat i kemi edhe fondet e gatshme prej EBRD, 82.4 milion prej tyre janë fal, po ja që ministri tash në ikje i financave nuk e nënshkruan. Pra e dim që i duhet unaza e kryeqytetit edhe projektin e kemi të gatshëm vetëm me fillu, fondet i kemi të gatshme, po them, të gjitha janë të gatshme vetëm me fillu. Kemi ditë atëherë, kemi ditë që po i duhen edhe një numër i madh i shkollave. Sot kryeqyteti është duke ndërtuar 10 shkolla të reja në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, në pjesët periferike ku edhe i kanë mungu kryeqytetit këto shkolla. Disa prej tyre kanë përfunduar, disa prej tyre janë në përfundim e sipër, po
Sot kryeqyteti ka fillu me vitin e kaluar me 5 shkolla me mësim tërditor, tash po jashtojmë edhe 7 shkolla tjera, pra kemi me pas 12 shkolla me mësim tërditor. Kjo nuk është vetëm element pozitiv për fëmijët tanë që kanë një qasje më të mirë në edukim, ka impakt pozitiv edhe për mirëqenien e ekonomive familjare, sepse ju pështon familjeve 200-300 euro në muaj, pra nuk kanë nevojë me shku me marrë fëmijën në orën 12 apo 1 dhe me gjetë babysitter apo kondo me shiku, pra me unvar prej tyne. Po sot i kemi fëmijët në për shkolla që edhe ushqehen me ushqim të nxehtë gjatë drekës, pra të dizajnuar prej nutricionistëve, edhe kemi edhe kurikulat shtesë. Aspekte tjera kemi një numër të madh të projekteve infrastrukturore. Unaza e Mbrenshme për shembull është në përfundim e sipër, e cila ka me qenë një ndihmë shumë e madhe për trafikun. Po ashtu rruga Gjimxhema apo rruga A është në përfundim e sipër. E kjo tash po lidhet edhe me rrugën që gjatë këtij mandati kanë marrë një hovë zhvillimi. E kanë marrë hovin e zhvillimit, edhe përveç këtyne po them, kemi edhe qyteti i mençur tash, qyteti smart, që kemi hardware në për gjitha pjesët e kryeqytetit ku qytetarët kanë qasje në free wifi, pra në internet free. Po ashtu po i monitorojmë tash edhe trafikun, autobuset, këto waste management, mirëmbajtjen e beturinave, ajrin për shembull, cilësinë e ajrit nëpër klasë, ku tash e dim saktësisht a duhet të ventilohet një klasë, si është cilësia aty që ndihmon drejt për drejt fëmijëve tanë. Kemi bërë trafikun urban me bilet gjithditore, kemi tash edhe biletën mujore, cila është vetëm 13.5 euro, mirë po një numër i madh i qytetarëve është edhe i lirum prej pagesës, si më të moshuarit, pra nuk paguajnë, më të rinjtë tanë, fëmijët tanë nuk paguajnë, personat me nevoja sociale nuk paguajnë, policë, zjarfiksit nuk paguajnë, pra i kemi një bilete unifikume e cila e ka ndërlidh trafikun urban me sektorin privat. Po ashtu kemi kriju tash edhe linje shtesë në për gjitha pjesët e kryeqytetit, e po ashtu edhe në për fshatra. Kontrata me 28 operator të autobusëve, që tash na bin autobuset e ri, pra prej 51 sa i ka pas. Kurse që kjo është një nga çështjet që është diskutuar shumë gjatë, për shkak që unë vetë eci kom çdo ditë, edhe shfrytëzoj edhe trafikun urban çdo ditë prej bregu dillet të poshtë. Edhe ne kemi nënshkru kontratën me EBRD qysh para 2 vitesh tash, edhe po them këto proceset e prokurimit janë ashtu që po stërgjaten për menojnë për arsye ndoshta e prokurimit. Po çështja e prokurimit të trafikut urban. Blokadave të tjera, për shkak të aspekteve politike. Se po du më ndale edhe që kjo pjesë kryetar të blokadat i përmende, është diskutuar gjatë kësaj kohe shumë projekte të cilat e di, kur kemi folë bashkarisht para 4 vjetëve, Prishtina për jetimeve, Prishtina e përparimeve dhe zhvillimeve, projekteve të mëdha. Si qytetar tash, jo si gazetar, është, domethënë, ku e kemi mbeturinat, trafiku, kaosi urbanistik, kritikat e oponentëve sot, ata që janë në garë për kryetarët komunës, do t'i diskutojmë pak ma vonë. Cilat sot janë, nëse le themi, sfidat kryesore të kryeqytetit, edhe me këto blokadat për cilat pi përmend. Po që tash t'i tregoj, ne kemi pas 3 sfidat kyçe, e man men me siguri që 3 sfidat kyçe kanë qenë qendë ndacak. E qartë, po sinjoni për problemeve kyçe faktikisht ka qenë numër 1 qendë ndacak, ka qenë numër 2 trafiku, edhe ka qenë numër 3 mbeturinat. Ku jemi sot me qëtë? Tash, qendë ndacak e keni pa kohët e fundit që ne pothuajse kemi zgjedh problemin e qendëve ndacak nëpërmjet metodave inovative të cilat kemi ardhur para 2 vitesh, ku edhe kemi bërë një kalkulim, numri qenëve ndacak në kryeqytet ka qenë prej 3.000 deri në 4.000 qenë ndacak. Edhe një kalkulim i thjesht ka treguar që neve për me kastru, sterilizu, edhe vaksinu, edhe pasanej prap në bazë të ligjit, pra ne duhet është dashur me ilshu prap në rrugë aty ku i kemi marrë. Kosto e tyre ka qenë dikon rreth 2 milion euro në vit. Një kalkulim i thjesht na ka treguar që ne mundemi me i dhonë për adaptim këta qenë ndacak, jo për shembull me ilshu prap në rrugë, sepse ligji ashtu e kërkon që dikush duhet më përkujdes për ta,
ose me i kthy aty ku i ke marrë, mirë po të vaksinum, të sterilizum, për me i kthy aty ku i kemi marrë, keni pa që ka kriju trauma edhe për fëmijët tanë, për qytetarët tanë. Ka pas sulme apo shkollave. Deri ka pas sulme, pikërisht, ka pas sulme edhe të qytetarëve ndaj qenëve dhe qenëve ndaj qytetarëve. Edhe këtë probleme kemi zgjedh me një projekt inovativ ku secila familje ose secili person që ka mundësi për me adaptu një qenë ndacak, ne i ndihmojmë me 50 euro në muaj. Edhe kjo edhe e rrumullakon atë nevojën, për shembull 2 milion euro në vit për 4.000 qenë ndacak që kishte zgjedh të gjithë problemin në kryeqytet. Mirë po e dini që problemi i qenëve ndacak nuk është vetëm në suaza të kryeqytetit, pra problemin e kemi edhe në për komuna tjera, në qytete tjera. Shpesh ndacak nga komuna tjera, edhe i kanë zonë edhe policia prej komunave tjera të i pru këtu në kryeqytet. Ka pas raportime në media. Duhet me qenë një qasje përbashkët e nivelit lokal, nivelit qendror edhe gjitha komunave tjera për me zgjidh problemin një herë për gjithmonë. Ne kemi tregu formulën, tash duhet veç niveli qendror me marrë këtë çështje seriozisht, me ju ndihmu edhe komunave tjera. Si role model, mund të përdorë. Exactly, kjo me qenë role model, edhe ne e zgjidhim një herë për gjithmonë problemin e qenëve ndacak. E shihni që sot është duk shumë e përmirësuar gjendja në zonat qendër, pra ku edhe ne kemi filluar. Përveç që na fatmirësisht që shevrejmë na si qytetarë dhe si media është kur ka zakonisht raportime për sulme. Domthon çatëherë bëhet pak më e madhe. S'ka fatmirësisht, po shpresoj që s'ka më pas. Edhe e dini që e kemi ndërtuar edhe strehimorën, pra për herë të parë kemi strehimorën për qenë ndacak ku edhe aty kastrohen, sterilizohen, edhe prej aty masanej shkojnë për adoptim. Pra kemi një metodë shumë inovative, shumë kreative, të gjithë specialistët nga vendet evropiane që kanë qenë pjesë e krijimit të strategjisë kanë thonë që problemi i qenëve ndacak nuk mund të zgjidhet për brenda 15 deri 20 vite. Sepse ata kanë mendu, sepse në bazë të sistemit të cilin e kanë iniciuar dhe e kanë zhvilluar qytetet evropiane ka qenë pikërisht ajo, me kap, me sterilizu ose kastru, me vaksinu dhe me lshu aty ku i ke marrë. E ne, po them, ja kemi shtu aspektin e adoptimit edhe ndihmës të secilës familje, edhe në këtë mënyrë kemi mri që jo me na zgjat 15-20 vjet, por për brenda 2 viteve e kemi, domethënë, një zgjidhje kreative, inovative, humane, edhe ndaj nëse morëm 4 vjet pas, me 4 vjet mbrapa me këtë çështje, sot e kemi një gjendje krejt tjetër në relacion me qenë ndacak. Pra sot kemi një siguri shumë më të madhe se sa që ka pas para 4 vitesh. Çështja e dytë që e diskutove si sfidë ajo që ju kanë kaosi urbanistik. Edhe sot ka momente të caktuara, një frustrim, sidomos ka qenë gjatë kësaj kohe gosht korrekt, e qartë, ka qenë Sunny Hill, ka aktivitete të shumta, unë jam shumë i lumtur. Jo është në Prishtinë, po në çdo komunë të Kosovës kur ka aktivitete, sepse ka gjallëni, edhe jam shumë, kjo e krijon një gjallëni në çdo qytet të Kosovës, unë mendoj që duhet me pas sa më shumë aktivitete që njerëzit mundi me pas ku me don mbrëmje, mundi në rregull, me pas ku mi shoh fëmin të afërmit, ata që vinë të diasporës. Po kjo natyrshëm pastaj shton edhe trafik dhe kaos dhe ka pas edhe gjatë gushtit edhe gjatë korrikut. Oponentët juaj shpesh kanë akuzuar për bllokim të asaj që është sionaza kryesore në Prishtinë, sheshi kryesor, sot kanë mbetë shplastin, dolën do bagjera aty, dhe gjendja vazhdon me e njëjtë. As ka punime e as ka Jo, s'është e vërtet, punimet po vazhdojnë, ke pa që punimet janë. Po jo me intensitet. Po jo se kemi blokadën, e din që kemi blokadën jo ligjore nga Ministria e Kulturës e Sportit, domethënë nga IKMM-ja, nga institucionet varëse të kësaj ministrie, kemi blokadë jo ligjore. Mirë ndoshta po bisedojmë pak për çështjen e trafikut. Trafiku e marrin mend që nuk është diçka që është e sodit, është diçka që faktikisht është me vitet të tona. Edhe vetëm po i dho fillimisht disa statistika ku në vitin 2021 kemi pas 56.000 makina të regjistruar në kryeqytet, sot i kemi 78.000 makina të regjistruar në kryeqytet. Pra kemi një ngritje të makinave në kryeqytet prej të banorëve që janë të Prishtinës prej më shumë se 30%. Kjo është një. Derisa kjo shpejtësia për kilometër në orë ka qëndru e njëjtë ose tash është përmirësu pak, domethënë tash është pak më shpejt se sa që ka qenë
në vitin 2021 dhe këto statistika të gjitha i kemi. Vetëm ta shpjegoj të gjithë. I kemi sot në ditë 140.000 makina që hyjnë në kryeqytet. 140.000 në ditë. Ka rritje këtij numrit apo ka mbet për afërsisht? Jo, ka rritje, domethënë ka pas më pak, tash ka rritje. Po zgjidhja e problemit të trafikut në kryeqytet është, siç e përmenda, unaza e kryeqytetit, unaza e jashtme, të cilën e kemi të gatshme, e cila është bllokuar për niveli qendror. Unaza e brendshme që tash në muajin shtator përfundon. Shkollat, të cilat kanë mungu, edhe tash jemi duke ndërtu të gjitha shkollat. Rrugët tjera infrastrukturore që lidhin lindjen me Perëndim, si rruga A, rruga Gjimgjema, dhe rruga B. Pra gjithë infrastrukturën tjetër përcjellëse të cilën ne jemi tash në përmirësim, pra në zhvillim e sipër, pra projekte të cilat me qinda të cilat jemi duke i bë për herë të parë të kriju një sistem të ri, tërësisht të ri, të rrjetit të rrugëve, edhe të trafikut urban, pra të cilat edhe do ta zgjidhin problemin e trafikut. Paralelisht, duke u rrit gjithmonë densiteti në kryeqytet. E dini që Prishtina është i vetmi, një ndër faktikisht të vetmet komuna të pakta ku kemi pas ngritje të qytetarëve të densitetit që nga viti 2011. Pra, e kemi strategjinë, edhe zgjidhja është duke ardhur, po nuk ndodh vetëm kështu me një click of a button. Kjo çka thojnë disa prej këtyne që pretendojnë me qenë kryetar të kryeqytetit, ajo e tregon edhe atë faktikisht paaftësinë për me kuptu në thelb problematikën e multidimensionale të një kryeqyteti. Pra, sheshi George Bush ka qenë i hapur, edhe ka qenë trafiku edhe më keq se sa që është sot. Unë edhe ju them këtu që hapja e sheshit George Bush nuk e përmirëson trafikun. Faktikisht e përkeqëson trafikun. Tash vetëm me tregu, me marrë një koncept. Konceptin ne që po e zhvillojmë, pra ku e kemi unazën e mbrendshme me këto parkingjet të cilat janë si Pallati i Rinisë, pas Pallatit të Rinisë që është parkingu atje, që kemi parkingun tjetër tek rrethi i Flamurit, që kemi tash parkingun tek kjo Tulltoria, e pastaj te AKP-ja këtu te xhamit, në qendër, pra sistemi i parkingjeve në relacion me unazën e brendshme e krijon një rrjet ku qytetarët kanë opsione edhe prej secilës prej këtyne pikave i kanë jo më larg se 500 metra heci kudo që kanë nevojë me mri në qendër, në zonën qendër të kryeqytetit. Nëse secili tash një statistik tjetër që ndërlidhet me trafikun. Sot i kemi për shembull vetëm qytetarët që e përdorin IPCO telefonin, 748.000 hyrje edhe dalje në ditë në kryeqytet. 748.000 vetëm ata që e kanë IPCO-n. Shtoja këso edhe valën, edhe dikon rreth qaq 750.000, domethënë ne kemi 1,5 milion hyrje dalje në qytet sot. Paramendo ai që niset prej Prizrenit me ardhur në Prishtinë, në qendër të Prishtinës, edhe e din që mundet me kalu ka sheshi George Bush me makinë. Ai menjëherë qoset me ardh te sheshi George Bush me makinë. Po nëse e din që nuk mundet me hyjë te sheshi George Bush me makinë, po i ka këto 6 pikat për rreth unazës të brendshme, ai vjen edhe nalet njëna prej këtyne pikave pa kriju kësi trafik në qendër të Prishtinës, pra tu e kriju një ambient të hapur, të sigurt për fëmijët tanë, për prindërit tanë, për rinin, për të moshuarit, edhe e krijon për shembull një ambient të mrekullueshëm. Kjo nuk është diçka që e kam shpik unë. Këtë kanë bë secili qytet në zhvillim e sipër. Për shembull Kopenhaga këtë ka bë në vitin 1975. Kopenhaga këtë ka bë, domethënë rrumullak para 50 vitesh, këtë që jemi duke bë ne sot. Hapja e rrugëve, sa më shumë që hap rrugë, aq më shumë makina vinë. Pra është e kundërta e asaj çka këta që pretendojnë që janë të diçka apo. Po duket, jo, për shkak që shumë tema të rëndësishme, edhe që ka jashtëzakonisht veç për njënën për këtyre temave, më kishë mujt me fol një orë, se secila prej temës është jashtëzakonisht e rëndësishme. Po du me fol te pjesa e fundit për oponentët dhe për të ardhmen
tonde që do të kesh edhe prezentosh edhe gjatë fushatës që e ke thonë edhe vazhdimësi e punës dhe projekteve. Ndalme te pika e tretë e shkurt e përmendu te trafiku Mbeturina, edhe te mbeturina. Njëna prej tash po flas prapë si qytetar. Domethënë çka më pengon më shumë ti për shkak që po rritet shumë mirë vizitorët në Prishtinë. Është një lajm shumë i mirë. Si në çdo qytet të Kosovës, edhe për shkak të festivaleve të ndryshme, Prifil Festi po vjen tash, ishte panajiri festivali i gjuhës që mohet çdo vit në Kosovë, Sunny Hill, e të tjera. Njëna prej problemeve është që kjo me mujt me zbukuru pak Prishtinën, me lulzu. Mbeturina është njëna prej problemeve që kemi konstant, ka çdo që sillesh. Nuk është kryqëteti, veç Sheshi, veç Prishtina. Janë edhe anat, edhe qoshet, edhe hyrjet. 4-5 hyrjet tona. E ke pa me rregulluar sa kryetar. E ke pa që investimet tona në hapësira publike janë më të mëdha historikisht në kryeqytet. Ne deri tash vetëm parqet maja kemi ndërtuar më shumë se 7 parqet maja në pjesë qendrore dhe periferike të kryeqytetit. Po tash po ndërlidhemi me hapësirat të cilat me mbeturinat të kryeqytetit. E kemi pa para 2 vitesh, nëse ju kujtohet, ne kemi pas një gjendje, një sabotazh me thirr prej kompanisë pastrimi, e cila për çështje puro politike ka vendosur me sabotu vetëm Prishtinën, për shembull, thoshin që nuk I kemi rrogat, edhe na po dalim tash edhe nuk po e pastrojmë kryeqytetin. Edhe ne normal u folëm, rrogat ju rritën, mirë po shërbimet e kompanisë pastrimi, domethënë kanë ngec, nuk kanë qenë kurrë të nivelit të cilat I duhen kryeqytetit. Edhe atëherë patëm shpall ashtu një emergjencë për me shfrytzu sektorin privat, për me ndihmu pastrimit, për me pastru kryeqytetin. Edhe ju kujtohet para 2 vitesh, për një periudhë super të shkurt, për brenda muajit, ne e kemi pru kryeqytetin në një nivel krejt tjetër të pastrimit. Pra është pastru kryeqyteti. Pse të njëjtën kohë u dash një dorë tjetër? Një dorë tjetër. Apo u dash përmeshte sabotimi qashtu, se akuzat mandej ishin të ndryshme. Një dorë tjetër ku pastrimi për shembull sot e ka monopolin me pastru, edhe kur don pastron, kur s'don pastron, paret I merr vet. Domethënë sot opozita, PDK-ja me VV-n kanë votu që me ja ta pretendentët, domethënë që thojnë që po ja unin edhe po e dojnë qaq shumë shëndetin e qytetarëve dhe qytetin e pastërt. Këta ja kanë hek mundësinë kryeqytetit për me përdor sektorin privat për me pastru kryeqytetin. Edhe momentin kur e kanë bërë këto, domethënë pse e kanë po para 2 vitesh që ne e pastruam kryeqytetin. Drejtori I shërbimeve publike është njeri profesionist që ka qenë Bekim Brestov, si njeri profesionist me 11 kompani të veta në Gjermani, që kryen shërbimet për Gjermani në mënyrën më perfekte të mundur. Edhe sistemin gjerman e kemi pru edhe në kryeqytet. Edhe menjëherë kemi marrë në dorë dhe kemi zgjedhur këtë problem. Kur kjo u pa prej opozitës, tash në vend që t'jenë të kënaqur që ne faktikisht mritëm me zgjidh problemin e mbeturinave, ata bëhen bashkë për me sabotu kryeqytetin, për me sabotu pastrimin e kryeqytetit, duke e tërhek rregullores, duke ja hjek nenin që I lejon kryeqytetit me marrë edhe sektorin privat për me pastru qytetin. E kum përcjell shumë, si çdo tim Prishtinë, e kum përcjell jashtëzakonisht shumë, edhe më ka interesuar të gjitha deklaratat. Po njëna prej akuzave palës tjetër ka qenë që po duhen m'ia marru dikujt për me përfitu privatët. E vjen. Ashtu? Po, a ndëgjove vetën çka the? Po dojnë me amaru dikujt për me përfitu privatët. Qështu kanë thonë? Akuzat qështu kanë zjenë? Se cila kompani duhet me përfitu për me egzistu. Se cila kompani duhet me pas profit për me egzistu. Nuk është koha e Enver Hoxhës, e komunizmit, që thojmë hajde po e bojmë, po e prashitim edhe një vi për xhaxhin Enver. Do me thonë, kompanit të cilat punojnë duhet me fitu. Ajo është mbietes, për me fitu, për me pagu pagat e punëtorëve tyne. Edhe se cila kompani që punon duhet me fitu. Nëse s'fiton, falimenton. Do me thonë, bankroton.
bankroton. Kompani private normale, Po jo more, po edhe po duhet me gjeneru, me pagu tyra, po edhe kompania publike duhet me fitu. Secila kompani duhet me fitu. Nëse nuk fiton, atëherë dikush menaxhmenti nuk e menaxhon në mënyrën e mirë, edhe ajo falimenton, bankroton, duhet me ekzistu. Zoti Roma, te veturinat. Tash po them, prap, më thonë, duke kur na para 2 vitesh e zgjidhëm këtë problem, opozita u bë bashk, u bën destruktiv, na ndalu neve mundësinë për me marrë sektorin privat, edhe fillun demonstratat para protestat para komunës, edhe e lan, e mon men 3-4 ditë që e bën bërllëg krejt qytetin. Absolutisht, Ne u dasht me marr edhe shfrytzuan rastin kur unë isha në konferencë jashtë qytetit, e shfrytzuan rastin, domethënë për me bo bërllëg. Çka kanë bo këta? Domethënë kanë marrë procese jo ligjore, ku e kanë cenu shëndetin e qytetarëve të kryeqytetit, pikërisht të asamblejës të opozitës që janë votuar për qytetarëve të kryeqytetit, për me arrit një efekt. Çfarë efekti? Me qit keq kryetarin, me qit keq komunën, kur e kanë pa që ne faktikisht e kemi marrë në dorë edhe kemi zgjedh problemin. Qëllimi i tyre ka qenë puro politik, puro sabotues i vet këtij të PDK-s djalit. Që është në krye të pastrimit. Ai pastrimit bashkë me këtë që pretendon tash me u bë kryetar, që po që i ka dal gjumi, që i ka dal gjumi mas 4 viteve. Po pikërisht, edhe ai, domethënë momentin kur kanë filluar me sabotu edhe asamblen, edhe proceset e mira në kryeqytet, ka filluar me sabotu edhe pastrimin. Pse? Se aksionarët e Urani Smalit janë aty në pastrim. Aksionarët e Urani Smalit bashkë me bordin e Urani Smalit janë që bojnë bërllëg Prishtinën, edhe që nuk e pastrojnë. Ka dorë sot halon në menaxhim kësaj situate. Të drejt për drejt. E ne është dashur Po them, ne prap kemi gjetë alternativa, prap është dashur me pru sektorin privat, që me dal edhe sot sektori privat del atje dhe pastron edhe i ndihmon pastrimit për me pastru qytetin deri në këtë nivel, ku paralelisht po them ato 5 kontrata që ne kemi dashur me i shty përpara, të cilat janë ende në organin shqyrtues të prokurimit, pra ende janë të bllokuar si proces. Prej 16.5 milion është për 3 vitet e ardhshme, është 5.5 milion në vit, që faktikisht është aq sa e paguajmë sot, që sa sot i merr vet pastrimi, mirë po shërbimin se kryen as për 1 milion, domethënë po i merr 5.5 milion, pra përdoret si një kompani që e keq përdorin çifti i Uranit me atë dostin e vet aty që e ka, për me shti njerëz punë për vota, po, pikërisht. Edhe në anën tjetër thotë qyre s'po pastrohet qyteti. A vetë është ai që e bllokon e saboton edhe e ka sabotu këtë proces. Tash ne jemi në një situatë, po them, ku prap është dashur ku jemi në pikërisht. Ne tash këto e kemi luftu këtë proces prap me sektorin privat, domethënë prap kemi gjetë alternativa të mundësisë të angazhimit të sektorit privat për me pastru qytetin, ku i kemi për fat mirë tash 2 kompani që e majnë nivelin e pastërt, 5 tjerat që janë peng prapi i organit shqyrtues të prokurimit që ende nuk ecë procesi përpara, po i gjithë procesi, i gjithë sistemi është peng i blokadës të buxhetit të kryeqytetit. Domethënë paramendo me çfarë sfida ne jemi duke u ballafaqur sot, edhe me niveli qendror, edhe me këtij opozitarizmi destruktiv. Përkundër gjitha këtyne ne po ja dalim. Paramendo me kohën këta njerëz normal, me ja dasht me të vërtet, me dasht të mirën qytetarëve të kryeqytetit, me thon ato çka me mendu edhe me një në zemër ato çka e thonë, e jo me gënjy edhe me qenë demagog, ku kishim qenë ne si vend. Unë të kumnivesh ty të e thonë që të verzionin, Po ti s'ki nevojë me ndihmë, ti shko edhe analizoj e vetë procesin. Ti je gazetar, shko analizoj këtë procesin. Çka është kritikat janë gjithmonë në rritje, por jo për shembull edhe unë tash nashta kanë mujt me vuan në asamble komunale
LDK-ja, me mbrojt, me dal, sepse shpesh herë në publik perceptimi krijohet nga palët, çu dëgjon ndërtimin e narracionit, stories pra. Dhe shpesh herë kur dal ka veç kritika negative, ju jeni ata që po e jepni zonën e komunës. Çka po du me thonë është që menoj që edhe partia në asamble duhet me thonë, ose me dal edhe në publik ma shumë, sepse kritika tash në shtu gjatë kësaj periudhe. Po, është e vërtetë dhe është natyrale që gjatë kohës zgjedhore kritikat shtohen, këto pritshmëritë rriten, mirë po me kështu vetbesim të plot, them që ne e kemi në dorë procesin e zgjidhjes të problemit të mbeturina, pra këto më nuk e shoh si problem. Nuk e shoh si problem, po them, ne në momentin mas 12 tetorit, kur do ta fitojmë pa balotazh edhe një mandat, edhe kemi shumicën në asamble, edhe i zgjedhim të gjitha këto problemet edhe të sabotazhave, sepse hekim çiftin e Petrit Reqicës e këtyne Urani Ismailit që sabotojnë procesin e pastrimit të kryeqytetit. Me shumicë i hekim, edhe ecin ata, edhe e kemi për shembull një herë përgjithmonë të zgjidhur problemin e pastrimit. Pra e kemi pa para 2 vitesh që neve nuk na mor as 2 muaj me marrë dorë edhe me zgjidh problemin. Momenti kur e morëm në dorë me sektorin privat, u zgjidh problemi. Për shkak që natyrshëm, po na shkon edhe koha, po du pak disa pyetje ka kjo pjesa e fundit me shku edhe unë më shkurt, edhe me don ty hapësirë më përgjigj më shkurt edhe më shpejt. E fundit të kjo mbeturinat mbet pa e qartë prapë për qytetarët. Pra, jo, pagesa. Në fund mbet sepse një na fillu me pagu te komuna, pastaj doli vendimi mu kthy prapë me pagu te kompania. Sot qytetarët faturas po vjen. Faturas po na vjen neve si qytetar. Mu nuk më vjen sot fatura që ka ardhur të kaluar nga kompania. Dhe këtu do të më dal, ku me paguna sot? Si qytetarë. Kudo që qytetarët e kanë pagu llogaritën në dy anë. Po, në dy anë llogaritet, sepse kompania pastrimi, po them 77.6% të aksioneve janë të kryeqytetit, përkundër faktit që kemi vetëm një antar të bordit, e ky antar është i Urani Ismailit. Edhe aksionarët, domethënë aty janë të partisë të Uranit, edhe ata e bllokojnë edhe sabotojnë procesin. E sot ata i marrin të gjitha pagesat prej qytetarëve të kryeqytetit, edhe ende vazhdojnë mos me zgjidh, domethënë mos me mujt me pastru kryeqytetin edhe me sabotu procesin e kryeqytetit, po them ne me alternativat tona me sektorin privat po i dalim në krye. Pra, nëse qytetarët e kanë ponë 2 ont, atë në rregull është fatura kanë shkuar në vendin e duhur, nuk është që ata do të kenë. Nuk është problem për qytetarët, nuk do të prandaj unë thash nuk do të paguajnë dyfish për qytetarët. Qytetarët nuk e kanë asnjë problem. Po e përfundojmë këto çështjet 3 sfida që i kemi pas, jemi te pjesa e dytë, ku janë 3-4 çështje bllokate e përmendët dhe të cilat ju presin edhe një herë nëse ju e rifitoni mandatën, që po besoj ju po thoni bllokadat nuk besoj që na presin edhe një herë, tash unë besoj që qytetarët do të reflektojnë edhe kanë pa procese të cilat i kemi tash edhe në parlamentin e Kosovës, ku kemi një blokad totale edhe të gjithë parlamentit e Kosovës si proces i lojrave politike të dyta, po gjithsesi ne jemi duke punu pa buxhet që 9 muaj. Domethënë ne duhet me shku, me negociu me kompani, me i lut, me punu, me kry punën, sepse nuk i kemi, domethënë linjat buxhetore që dosht me na pagu, me i bart, me na pagu Ministria e Financave, me na pagu neve, domethënë me i transferu faktikisht fondet tona, ato janë tona të kryeqytetit, nuk janë të ministrit për me vendosë çka don me bëj. Po ja që ai keq përdor, i bllokon, edhe nuk i jep kryeqytetit, derisa ne him në borxhe ndaj kontraktorëve. Disa prej tyre normal që nuk kanë mundësi me vazhdu punën si rezultat i mospagesës. Disa tjerë që kanë mundësi, po them, vazhdojnë punën edhe ne normal që do t'i paguajmë momentin kur edhe zhbllokohet buxheti. Disa tjerë i marrin edhe me përmbarues. Domethënë këto janë sfidat me cilat ne jemi duke u ballafaqu. Edhe përkundër gjitha këtyre sfidave, po them vitin e kaluar ne kemi pas realizim të buxhetit më të lartë një herë historik në Prishtinë, më shumë të 80% të buxhetit e kemi realizuar në kryeqytet, me projekte në gjitha pjesët e kryeqytetit, në gjitha sferat, edhe në edukim,
edhe në sport, edhe në kulturë, edhe në infrastrukturë. Pra qyteti është i gjallë me punë në gjitha anët e kryeqytetit, ku po them edhe kjo e ka një impakt edhe në trafik, sepse kur punohet në gjitha anët, normal që e ka një impakt. Po përkundër gjitha këtyre sfidave, qyteti po ecë përpara. E ka vizionin, është optimist, edhe e din ka është u shku. Dhe ju këtë vizion, po besoni që do ta vazhdoni edhe pas tetorit. Absolutisht. Si keni pa kundër kandidatët, se e nisëm shkurt, po duhet te fundit, te kjo pjesa e fundit. Zotin Hajrullah Qeko nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili tha se nuk do të dalë në një debat me juve, për shkak që s'ka çka del me juve. Po s'del se është një demagog politik, domethënë që tregon që e ka bllokuar dhe ka sabotuar kryeqytetin tash 4 vite. Unë po them fillimisht ju kam ofruar të gjitha mundësitë Ministrisë të Kulturës, të Sportit, çdo kërkesë që e kanë pas, kemi ofruar hapësira, i kemi ofruar mundësi për bashkëpunim, për shembull e kanë mbyll teatrin, janë lutë që ne t'ja u gjejmë një hapësirë, ja kemi gjetë hapësirën në Pallatin e Rinisë. Kemi shtyr për procesin përpara për teatrin e operës dhe baletit, kanë dashur me përdor një hapësinë 15-ari, domethënë as nuk e kanë kuptuar çfarë hapësine ju vyn për teatr e baletin e kryeqytetit. Ne ju kemi ofruar tokën ton pas Pallatit të Rinisë atje për me zhvillu, pra i kemi thonë nuk mundesh atje, eja këtu, bëne këtë që po e caktojmë lokacionin, neve normal na duhet platforma e cila e lidh Arbrin me Pallat, edhe këtu është vendi bllokues kundër kandidatin. Po domethënë ajo është një bllokues total, një gënjeshtar total, një djalë që unë nuk kam taku dikon më demagog se ai. Edhe që absolutisht nuk ka lidhje çka i duhet një qyteti për me ekzistu, lemo me lulëzu. Zoti Urani Ismaili, ju e quajtët pretendent? Po edhe kjo po them ishte ai në garën. Zoti Urani Ismaili po them në fillim ne kemi bashkëqeverisë 2 vitet e para ku edhe unë i kam ofruar bashkëpunim kulminant në gjitha anët, në gjitha pjesët. Kanë qenë bashkëqeverisje. Kanë qenë bashkëqeverisje, po pikërisht edhe e din secili drejtor për shembull që ka qenë pjesë e ti e din si i kemi trajtu me mirësjellje, me seriozitet, me profesionalizëm. Unë po them kërkoj vetëm punë edhe ju kam ofruar platformën e mundshme për me i kry proceset, me i zhvillu proceset, derisa ata pas një viti e gjys, domethënë Urani Ismaili ka vendosur me sabotu asamblen, domethënë me i blloku proceset, edhe ka vendosur me u tërheq prej qeverisjes, edhe ka dalë në anën kur i ka pas në dorë këto pastrimin për shembull, me fillu sabotimin e pastrimit në kryeqytet, edhe tash mas 4 vitesh me i dal gjumi për shembull kur 4 vjet nuk bën asgjë tjetër përveç që saboton proceset në kryeqytet, me thonë që unë e du Prishtinën. Nuk e han fore Prishtina. Nuk e han këto fore. Prishtinalit nuk e han këto fore. Kështu që ne do të vazhdojmë qeverisjen edhe 4 vitet e ardhshme. Mirë, dytë fundit ka disa kandidat, po Besa Shahini nga PSD është shumë aktive në rrjetet sociale dhe Bek Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës gjithashtu. I Besën e kam pas në podcast, kemi diskutuar për vizionin e saj për Prishtinën, për disa tema, gjelbrimi, lidhje të lagjeve, çështje tjera, po besoj që i ke pa edhe ti ose ekipi juaj e përcjell. Po i kam pa disa prej tyre, unë Besën e një shumë motiv, që nga viti 2014 është një vajzë profesioniste, kam respekt për te, po them ka shërbyer ajo dhe si ministre në Shqipëri. E di shumë ma mërmenja që ja dënë të mirën, po them edhe nuk kam asnjë problem që në të ardhmen me bashkëpunu me te, ajo është e fokusuar në aspektin e arsimit, domethënë edhe aty mendoj që edhe ka vendin drejtoritë e arsimit për shembull në të ardhmen. Mirë po them nuk është që mendoj që e kupton kryeqytetin me gjitha dimensionet e cilat duhet me kuptu kryeqytetin për me gjetë zgjidhje. Mirë po platforma e saj është duket që është pothuajse e njëjtë me timen, edhe prandaj normal çka do që po bën përshtatet më shumë juve. Po përshtatet normal se po i shtyn proceset të cilat ne vetëm jemi duke i zhvilluar që 4 vite, kështu që ajo është një element pozitiv. Interesant. Bek Berisha. Po. Bek Berisha nuk e kom njoft kur, e kom taku në rrugë aty në qendër një ditë, duket një djalë i mirë,
Po, do thonë nuk e marr ato, nuk duket që po merret me kryeqytet, po merret me gjona tjera, a jam i fort, as jam i fort. Me social media, me engagement? Është fan, atë është normal, është ndoshta një element shtesë në tash në këtë kampanjë që bën më interesante gjithë këtë proces. Kampanjat interesante për shkak edhe tiktokerëve Po, edhe rrjeteve sociale dorën. Po që thon kur hin to, then you might as well have fun, që thon, then knaqu while doing it. So. E fundit, beson që u shprepi fillimit që nuk i dyshim që don me fitu edhe një mandat, edhe i quajtë pretendent, a beson që kime shkum pa ballotazh apo kime shkum ballotazh? Absolutisht, besoj që kime shku pa ballotazh. Unë e di edhe ndjej çdo ditë kur flas me qytetarët, kur heci rrugëve, projektet tona të cilat ne i kemi premtu, thash shumica prej tyre që janë realizuar, një numër i madh është në proces e sipër, një numër tjetër janë të gatshëm për tash 4 vjeçarin tjetër për me hec përpara. Fillimisht e man men ku më thëshin jo ti po mendon që këtu është Dubai, se ju dukshin ato projektet e mia si Dubai. Renderat, edhe pas asaj që thëshin ti Dubai, kur ne fillu me i bo projektet, sepse projektet duhet me i bo renderat, me i bo vizatimet teknike, masanej me i bo tenderat, masanej me i qit tenderat, masanej ki fitusit, kur e pan që valloj, nuk është Dubai, po Prishtina dhe mundet me u bo. Masanej nuk janë veç rendera, po që ku i kemi bugjetu edhe i kemi fondet edhe po i bojmë. Masanej fillu me na bloku në mënyrë jo ligjore. I keni pa blokadat e IKMM-s, institucion varësi Ministrisë të Kulturës e Sportit, pra vetë ky ministri që tash pretendon me u bo a që po e dënë për qytetin, edhe blokon, do me thonë e blokon edhe saboton proceset në krye qytet. Mirë po përkundër gjitha këtyne blokatave, ne po i shtyjmë proceset përpara. I keni pa, çdo projekt që ka përfundu është kualitetit super të lartë. E keni pa kurrizin mas 45 viteve që është transformu jo vetëm një hapësin në aspektin e investimit infrastrukturor, po është edhe hapësin e artit e kulturës, hapësin edhe të tregjeve mobilje, të tregut mobil gjatë vikendit, pra një element multidimensional. E keni pa po ashtu edhe tash e kanë shajt shumë rrugën Recep Luci, se ne shko sot aty. Dje kalova 1 orë aty me nuk ishte finalizuar ande, është në finalizim e sipër, të mërkurën, po në finalizim e sipër, mirë po shihet, më thonë shihet që kualiteti i hapësirës atje edhe ndjenja që është kriju është totalisht ndryshe me çka ka qenë, ke pas asfalt, ke pas mbeturina, kritika janë që hapet nuk asfalt. Jo s'është asfalt, absolutisht nuk është asfalt, aty ke tash guri natyral, ke gjelbrim, ke druj, ke një ndjen betoni poros, do më thonë kur bjen shi edhe betoni është poros që e thith në vend edhe është e nivelit krejt tjetër. Ku ka qenë Prishtina, shini tash edhe sheshi Gjosh Bush në pjesën gjysën që kanë thonë këne e mbrojtën, këne jo e mbrojtën. Do ta shini, ne kemi, po ajo është hajgare, po them është një blokad puro politike pa bazë ligjore, ku po them dikush do të shkojmë burg për këtë, edhe e shohin tash, ne nuk do të ndalemi, e ke pa që ne po vazhdojmë punime me sheshin Gjosh Bush, po ashtu edhe me platforma e mrekullueshme që e krijon jo vetëm platformë, por një park të ri që e lidh Pallatin e Rinis me Kalabri, me këtë arbërin, është, më thonë, një projekt madhor që edhe atë e kanë bloku. Po ne kemi vazhdu në pjesët ku mundemi me vazhdu, edhe nuk do të ndalemi dhe këtë do të bëjmë realitet. Në nkalimi Agim Ramadani, paramendo, e kam bloku pse se thojnë mos po gjenë gjetje parahistorike. Tash, paramendo çfarë koti me ardhë një dikush që thirë vetëm profesional, një institucioni varësi i Ministrisë të Kulturës. I kam pas do shpjegimet të cilat do t'i diskutojmë, po besoj edhe tregom çka është shpjegimi, tash vetëm një gjë shumë e thjeshtë. Nëse diçka ekziston përfundi, ajo duhet me u nxjerrë më pa. Pse? Kur nxirret pa një element arkeologjik, e zhvillon turizmin, e zhvillon kulturën, traditën, ekonominë. Domethënë ajo është një element super pozitiv, ajo duhet me ecë përpara, jo me u bloku. Domethënë ajo është një blokadë puro politike. Prap
Po gjitha këto tentativa neve nuk na kanë dalë. Nuk na kanë dalë, as do na ndalin. Paramendo un kam marrë prej sektorit privat, domethënë nuk kam pas eksperiencë në sektorin publik para 4 vitesh. Gjatë tyre tash 3 vite gjys, gati jam bo 4. I kam mësuar të gjitha proceset, të gjitha problematikat, po e kam mësuar edhe këtë mindsetin e mrapsht të këtyne asambleistave ose politikanëve që thirrin vetë politikan, a mendoj që s'kan lidhje me politik, as kanë lidhje me opozitarizëm, sepse bëjnë një opozitarizëm destruktiv. Nuk duhet, e ardhmja jon duhet të jetë një ardhme ku opozitarizmi është konstruktiv. Domethënë, nëse ekziston një plan i mirëfillt për një zhvillim të mirëfillt që ka beneficione secili fëmijë i yti, i imi, secili prind i yti, i imi, të gjithëve, secili moshuar, secili biznes, domethënë pse me blloku? Pse me blloku? Po ikin vite, domethënë sot jemi 4 vite mrapa, ku kemi mujt me pas unazën e kryeqytetit. Pse qysh në muajt e parë ne kemi përfundu projektin, edhe kemi pas fondet të përbashka. Paramendo sot ku kishim qenë. Sot e kemi për të mirën e gjithëve. Po, nëse qeveria atëherë kishte bashkëpunu me neve, sot do të ishte në nivel shumë më të mirë. Po qeveria na ka blloku. Sot kur ne tash jemi një koqir të lojrave mesdhetare, e kemi të pamundun për me qenë një koqir të lojrave mesdhetare të vitit 2030 pa këtë unazë të kryeqytetit. Pra kjo do të ndodh, nuk ka çare. Badihava mundohet ti me blloku. Ne nuk do t'i kemi këta bllokues në pika kyçe. Po unazën do ta kemi. Ne nuk do t'i kemi këta bllokues prap, po do ta kemi sheshin Gjergj Bush. Do ta kemi platformën, do ta kemi nënkalimin, sikurse që e kemi tash edhe mësimin tërditor, sikur që e kemi unazën e mbrëmshme, sikurse që e kemi rrugën Gjimxhema, gjitha tjera që janë munduar me i blloku. E din 3 herë në gjykatë dashur me luftu, me fitu luftën kundër bllokadës për sheshin Gjergj Bush. Domethënë, më kanë kalit aq shumë kanë forcu sa që s'ka që mnal 4 vite të ardhshme. Mas 12 ti po thuaj që s'ka ndalme, po absolutisht jo. Mirë, mbetet të shihet nuk kena në çështje shumë konkrete për shkak që kemi po shpresoj që gjatë fushatës zgjedhore do të jemi në çështje. Sot diskutojm pak më general në këtë podcast, diskutojm edhe për sfidat, edhe për problemet, por edhe për ata që ju i quhet pretendent për kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës. Faleminderit shumë zoti Roma që ishe me neve në Bolle Podcast për me diskutu Prishtinën, kryeqytetin, sfidat dhe të ardhmen. Faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit juve. Shkëndruar ishim me kryetarin aktual të komunës së Prishtinës, përpara Roma në Bolle Podcast. Shihemi në podcast tjetër të radhës.